Në studio jemi me Arvina Leshin. Arvina, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë ne të kemi parë në rrjetet sociale, në video, duke sulmuar, duke reaguar. Kush është Arvina përtej kamerës dhe përtej rrjeteve sociale? Po, unë jam Arvina Lesh, jam 28 vjeç, jam lindur dhe rritur në qytetin e Milotit, me origjinë jam nga Mirdita, studente në Fakultetin e Drejtësisë në vitin e 5, gjithashtu aktiviste, kam prej gati 5 vitesh që angazhohem në shoqërinë civile, kam punuar për një organizatë të shoqërisë civile për 1 vit e gjysmë, tani jam pa punë. Çfarë të shtyu të futesh në aktivizëm pikërisht tani? Në fakt nuk jam futur tani në aktivizëm, siç e thash dhe më përpara, kam më shumë se 5 vite që aktivizohem në shoqërinë civile dhe në protesta të ndryshme, angazhime qytetare, pra jam munduar që të jem gjithmonë qytetare aktive. Arsyeja sepse jam futur ka qenë gjithmonë kjo dëshira e brendshme për të reaguar për ndonjë problem që kam parë në shoqëri. Kjo ka qenë arsyeja kryesore. Nuk kam ndonjëherë asnjëherë e hequr dhe nuk rrit dot. Sa mirë. Je një zë. Edhe për të gjitha ato zëra që nuk dëgjohen. Madje të kanë quajtur dhe heroin, por dhe provokatore. Në fakt e di që më kanë quajtur heroin, po provokatore nuk e di sepse. Kemi googëlluar ne, Ku e keni parë që të kanë quajtur dhe provokatore. Pse? Cila të bezdis më shumë nga këto dy etiketime? Me thënë të drejtën asnjëra nuk më bezdis. Heroin, okej, faleminderit, po nuk mendoj se kam bërë ndonjë heroizëm për të marrë këtë epitetin e madh heroin, kam bërë detyrën time si qytetare, pastaj për provokatore nuk e di sepse më kanë quajtur provokatore. Ndoshta nga që jam ngacmuar pak me deputetët. Mbasa. Ndoshta kjo mund të jetë arsyeja, po unë mendoj që jam treguar pak tolerante me disa deputet. Se çfarë do kishe bërë ndryshe? Po ja, për shembull me rastin e Tërmet Peqit, kisha pa fund komente, pse nuk e godite me vezë, pse nuk e ofendove. Unë s'kam dashur, me të drejtën. Pastaj kur kisha Tërmet Peqin përballë vezën në dorë kam patur. Po nëse nuk kishe një deputet tjetër në vend të Tërmet Peqit. S'ka rëndësi, në atë moment kushdo që t'ishte në vend të Tërmet Peqit nuk do e godisja me vezë. Kam patur dhe deputet të tjerë shumë afër dhe nuk I kam goditur. Me vezë gjithmonë, se mos me vezë. Po pse? Pse si ke goditur? Po nuk I kam goditur se nuk e di, kur e ke një person shumë afër, është ndjesi tjetër dhe duket sikur nuk e di, është pak e rënd ta godasësh tjetrin shumë nga afër. Ndërsa kur e ke nga larg, ajo veza mund edhe mos ta qelloj, kështu që. Edhe mund ta qelloj. Edhe mund ta qelloj, siç e ka qelluar. Kë ka qelluar? Po, unë e nisa me një deputet të Fierit, që në fakt nuk e dija se ishte deputet. Kur ishte përballë parlamentit, siç e kanë parë situatën, besoj nga rrjetet sociale, e pyeta, jeni deputet, u përgjigj me arrogancë. Edhe I gjuajta 2 vezë, njëra goditi, tjetra jo. Tani nuk I gjuajta për ta dhunuar edhe për ta dëmtuar fizikisht, thjesht në mënyrë simbolike, pavarësisht se nga pushtetarët tanë është marrë sikur ne po I dhunojmë, duam t'i dëmtojmë fizikisht etj. Po policia e shtetit juve po ju dhunon? Po, me thënë të drejtën po. Mua personalisht më ndodhi një incident, do ta quaja protestën e fundit përballë parlamentit, ku një ndër shefat e komisariatit më shtyu me forcë. Dhe mendoj që është më e pakta që ka bërë ai shef komisariati, por edhe policë të tjerë, se ka protestues që janë marrë zvarr nga policia, siç e kemi parë nga videot. E di që shikohet qartë që na kanë dhunuar, na kanë intimiduar dhe janë munduar që na largojnë nga protestat, paktën herën e fundit represioni policor ka qenë shumë I lartë. Kush ishte ky shefi I komisariatit numër 3? Është ai shefi që e godasin me vezë në sy. Ervin, se di si e kam bërë, Hasarama më duket. A keni menduar ndonjëherë ose ti personalisht që po e tepron në ndonjë moment të caktuar? Me thënë të drejtën, nga komentet që kam marrë, nuk kam menduar se e teproj. Madje komentet edhe njerëzit që më ndalojnë në rrugë janë shumë motivues dhe thonë vazhdoni kështu, vazhdoni protestat. Pastaj ka dhe të tjerë që komentojnë negativisht, po me thënë drejtën nuk I lexoj fare. I injoroj. Këto negativisht duhet të jenë
ato që nuk janë pro protestës, besoj. Po, besoj se po. Në fillim fare ishin shumë agresiv me komente, tani kanë filluar dhe e kanë zbutur pak mënyrën se si komentojnë, se thonë, jo po ju po dili në protest, po do lodheni. Do lodheni ju? Unë jo, unë personalisht jo. Unë që ditën e parë kam vendosur që do jem në protest deri ditën e fundit të protestës. Brava. Po komente kërcënuese ke marrë ndonjëherë? Ose të kanë shkruar? Kam marrë mesazhe kërcënuese, kam marrë edhe telefonata nga njerëz të ndryshëm në emër të pushtetarëve, po me thënë drejtën nuk kam frikë fare. Nuk më trembin. Si nuk të trembin? Ku e gjenë sigurin? Ku e ke sigurin ti? Po kam shumë siguri të vetja, nuk edhe nëse më ndodh ndonjë incident, nuk kam frikë. Po familja të ka ndaluar ndonjëherë ose të ka thënë mjaft me protesta? Në fakt kushtet e mia familjare janë të tilla që nuk më kërkojnë llogari ose nuk më shtyn ose nuk më pengojnë për gjërat që unë bëj. Por edhe nëse do kisha familjar që mua do më kërkonin të ndaloja ose të mos shkoja në protestë ose mos të isha aktive, nuk do ndaloja, absolutisht. E kam vendosur. Pastaj jam mjaftuar e rritur që të vendos vetë për veten time dhe të marr vendime si dua. Po zakonisht mamat janë më shumë në merak, kur shikojnë edhe videot, edhe çfarë po bëhet, sa agresive është. Për këtë po të them. Po, e kuptoj. Në fakt nuk e kam thënë ndonjëherë publikisht, po mami më vuan nga një sëmundje e shëndetit mendor, edhe nuk e ka logjikën shumë të saktë për të reaguar dhe për të dhënë një mendim rreth asaj çfarë ndodh. Pavarësisht se është në këtë situatë, e shikoj se është protektive, pra kur i shikon ato situatat në televizor ose në telefon, më thot gjithmonë kujdes se këtë e morën zvarr, kujdes se ndodhi kjo. Por unë nuk dua të ndalem, pavarësisht këtyre situatave që ndodhin, mendoj se duhet të vazhdoj me protestën edhe me aktivizmin. A të ka kushtuar ndonjëherë ky angazhim? Qoftë në miqësi, qoftë në punë, qoftë në marrëdhëniet tuaja personale? Po, me protestën e fundit e shikoj dhe kam kuptuar dhe kam faktuar që më ka kushtuar shumë. Në fakt shumë miq, shok, familjarë, shikoj se janë distancuar për shkak të protestës. Disa më kanë fshirë dhe nga Instagrami, kanë qenë persona që unë i kam suportuar shumë në nisma që ata kanë marrë para protestës, ndërsa pas protestës janë zhdukur, as nuk të shkruajnë për të motivuar ose edhe për të kritikuar, kurse kur janë kritika të sakta patjetër që do i dëgjojmë fare absolutisht. Pastaj te pjesa e punës më kanë ndikuar për shkak të protestës, kam dhënë dorëheqje nga puna. Te pjesa e miqësisë, siç e thash, janë distancuar, po me thënë të drejtën nuk më vret kjo. Nuk më vret se e di se po e bëj për një kauzë të mirë, e di se po e bëj për shoqërinë shqiptare dhe po e bëj për veten, për familjen, për miqsinë dhe për gjithë njerëzit që me të vërtet i besojnë kësaj kauze. Më thej që të kanë hequr edhe nga Instagrami. Po. Kush konkretisht? Miqt? Po, për shembull unë e thash që jam studente në fakultetin e drejtësisë, kam patur një djalë që e kam suportuar shumë në zgjedhje që ne bëm te Universiteti i Tiranës për senatin akademik, e kam suportuar shumë, madje në fakultetin e drejtësisë ai doli shumë mirë me vota. Tani babi i tij është ministër në qeverinë e krimit. Dhe e pash që më kishte hequr nga Instagrami, si ai dhe shumë të tjerë. Prandaj të pas ka hequr. Prandaj se i ka thënë babi. I ka thënë babi hiqe. Hiqe me babi. Po. Edhe unë tani Jo, ti mos u mërzit fare. Jo, nuk mërzitem. Fund të ditës vetë kemi ardhur në këtë botë, vetë do ikim. Nuk e kam problem fare, të gjithë më fshini, mos e vrisni mendjen. Nëse nesër nuk do kishte më kamera mbi ty, do të protestoje me të njëjtin intensitet? Po. Unë që kur e mbaj mend veten që e vogël, kam qenë gjithmonë aktive, pra kur shikoja ndonjë situatë të pakëndshme ose një situatë të padrejtë, gjithmonë e kam ngritur zërin. Edhe kur mos të kem kamera, do vazhdoj të bëj të njëjtën gjë. Se nuk jemi gjithmonë në praninë e kamerave dhe nuk jemi gjithmonë në situata ku na shikojnë njerëzit. Unë të aktivizmin e bëj edhe pa që nevoja të më shikoj dikush. Te lagja, me komshinjt, me familjarët, me të gjithë. Pse ke zgjedhur të ndjekush deputetët në rrugë dhe jo vetëm në protest? Me thënë drejtën na ka dalë nami se nuk i kam ndjekur në rrugë.
video që janë bërë shumë virale kanë qenë videot që ne kemi, domethënë ka qenë situata që ne kemi qenë duke i pritur përballë parlamentit. Ata kanë zgjedhur që të dalin nga dyer që populli as nuk i dinte që ekzistonte, dhe unë thjesht i kam ruajtur dhe ju kam bërë video dhe ju kam bërë këto thirrje deputet të shitur, deputet të krimit. Pastaj rasti i Erion Braçes, kam qenë duke kaluar rastësisht afër komisionit të ligjeve te godina tjetër e kuvendit, që është tek bulevardi, ka qenë e rastësishme. Më doli para dhe thash mos ta humb pas si rast, se nëse nuk do i flisja dhe do i tregoja dikujt që unë kam rastisur Erion Braçen dhe nuk i kam folur, e di se do ishte më keq. A mendon se kjo mënyrë po i vendos ato para përgjithësisë, apo vetëm krijohet një spektakël? Nuk mendoj që thjesht po krijohet një spektakël, mendoj që këto situata i kanë vendosur përballë përgjegjësisë, se po ti shikosh janë gjatë gjithë kohës duke ju fshehur qytetarëve. Dalin nga dyert të ndryshme, përdorin makina me xhama të zi, janë gjithmonë të fshehur nga qytetarët, se mendoj se thjesht nuk mund t'ju dalin më përballë. Nuk kanë fytyrë, nuk e di a do mundet ndonjëherë që t'ju dalin më përballë qytetarëve, këta pushtetarët tanë. Se di unë po të isha në vendin e tyre, nuk do guxoja as të dilja nga shtëpia më. Pa ato dalin. Ata dalin, po nuk dalin përballë qytetarëve. Ne kemi 2 muaj nuk i shohim. Cili nga politikanët të ka surprizuar më shumë? Për keq të gjithë, për mirë asnjë. Kush nga këto? Po për shembull, e përmendëm edhe një herë rastin e Tërmet Peçit, unë ta thash kur e takova herën e parë, u pas situata, ndërsa herën e dytë ne e pritëm tek Toptani dhe më ka sharë nga ropt. Po. Më ka sharë. Nuk kam video, po më ka sharë. Nëse merren parasysh të gjitha. Po tani merren parasysh kur të shanë një person që s'ka ndonjë post në shoqëri ose një vend caktuar në shoqëri, o deputeti. Gjithsesi, nuk e kam problem, vazhdo shaj. Po të zura. Vezën. Vezën, asgjë tjetër. A ke pasur frikë ndonjë moment se do të ndigjesh me ligj? Tani, unë e kam diskutuar dhe me avokat, me jurist, plus që edhe nga fusha e drejtësisë në marrëvesh se kam studiuar 5 vite. Veza është një formë e protestës paqësore. Po. Paktën kështu ma kanë thënë, avokat, jurist e tjerë. Tani që u bë aq masive goditja me vezë, nuk e di pse këta deputetët tonë tani e marrin si akt dhune, po nuk kam patur frikë se do procedohesha penalisht për shkak të gjuajtjes me vezë, thjesht kam patur këtë frikën se mos policia duke zbatuar urdhra të cilët nuk janë të ligjshëm mund të më shoqëronte, por deri tani nuk ka ndodhur. Kjo tregon që nuk kam bërë ndonjë veprim për të shoqëruar në polici. Nëse Edi Rama do të pranonte që t'i ulesh përballë, do me thënë të kishit një takim për 10 minuta, çfarë do t'i thoja? Nuk do ulem përballë me Edi Ramën. Pse? Sepse unë ja kam thënë kërkesën publikisht Edi Ramës. Unë kërkoj thjesht dorëheqjen e Edi Ramës. Nuk kam pse t'i ulem përballë. Dorëheqjen nuk e jep, ai ka thënë që unë nuk e jap dorëheqjen. Po mirë, edhe pse e ka thënë, unë mendoj që do ta jap dorëheqjen. Madje mendoj se thjesht po bën këtë presionin kundrejt qytetarëve. Kur mendon se mund ta japi dorëheqjen? Nuk kam një datë të caktuar ose një ditë të caktuar, por shpresoj që të jetë shumë shpejt. Shpresoj. Po nga ato politikanët e opozitës? Po dhe politikanët e opozitës i kemi sulmuar në thonjza. Madje po ta shohësh sa herë hyn në kuvend, unë gjithmonë ju kam thënë deputet të shitur, deputet të Ka nga ato që i keni përqafuar në rrugë, i keni bërë pjesë të protestës? Unë personalisht jo. Kë për shembull, për kë e ke fjalën? Përqafime termit që e keni bërë pjesë të protestës. E kuptoj. Unë personalisht nuk kam. Sa një Koreshi për shembull. Unë personalisht jo, unë s'kam afruar asnjë politikan. Absolutisht. Po ti tani një sqarim për të gjithë. Po. A i përket në një pjesë partia? Nuk i përkas asë një partie politike, asë nuk kam qenë asë njerë aktiviste në asë një parti politike. Dhe këto e them me përgjegjësi të plotë. Okej, nëse ti kërkon dorëheqjen e Edi Ramës dhe Edi Rama mund ta japi dorëheqjen. Kush mund ta zëvendësojë Edi Ramën? Kush mendon se e bën më së miri? Nuk kam një emër, aktualisht nuk kam një emër.
nuk kam. Po së është shumë kështu, ne dalim, protestojmë, edhe nuk e dim se kush mund të zëvendësojë Edi Ramën. Unë aktualisht po protestoj vetëm për dorëheqjen e Edi Ramës dhe nuk i kam menduar këto pasojat e tjera, pra se kush do vi në vend të Edi Ramës apo kush do ta zëvendësojë Edi Ramën. A keni menduar të hapni një parti brenda protestës? Absolutisht jo, absolutisht jo. Unë kam dalë si qytetare, si aktiviste dhe as nuk e kam menduar që të hap një parti, as nuk kam menduar që të bëhem pjesë e ndonjë partie. Po në zgjedhjet e ardhshme, do dojë të ishe pjesëmarrëse Si e ndonjë partie? Jo, Ose si kandidata? jo, nuk mendoj fare, aktualisht jo. As si kandidate, as si suportuese ndonjë partie politike. Tani po e them këtu të ardhmes nuk i dihet, po flas se ç'a mendoj momentalisht, deri në fund të protestës. Pastaj më vonë mund të na ndryshojnë dhe mendimet, nuk e di. Edhe sa mund zgjas kjo protesta? Si është gjendja aktuale e protestës? Protesta do zgjas deri në dorëheqjen e Edi Ramës dhe këtë e kemi thënë disa herë. A është zbeh pak protesta? Nuk mendoj që është zbehur, pavarësisht se tani varet se ku i shikon lajmet. Po ti shikosh te disa televizione, janë gjithmonë ato dronet nga lart që thonë ja sa ishte numri protestuesve sot, për treguar se protesta po zbehet, numrat nuk janë të njëjtë si në fillim. Për mua është normale që numrat mos të jenë të njëjtë, se jemi me 30 korrik sot dhe nuk do ketë të njëjtin numër protestuesish si me datë 1 qershor, 2 qershor, 3 qershor, si me 30 korrik, se tani dhe njerëzit kanë hallet e veta, mund të shkojnë në plazh, takojnë familjarët, kryen ato detyrat e veta familjare. Kështu që për mua nuk është zbehur. Madje po të vish në shesh e ke sheshin plot çdo ditë. A mendoni se të rinjt po bëjnë protagonizëm në protesta? Protagonizëm në çfarë kuptimi? Pra, thjesht po vinë për të dukur Për të dukur, për të fituar diçka, ose kemi edhe këto influencerët që marrin shumë pikë, kanë marrë shumë pikë, duke qenë se kanë postuar nga protesta. Unë fakt nuk dua të sulmoj asnjë njeri dhe nuk mendoj që po e bëjnë për protagonizëm. Për sa kohë ata dalin në proteste, ngrenë zërin diku tek ndjekësit e vet, ata e shohin që po ndodh kjo protesta, pastaj ndjekësit janë mjaftueshëm të zgjuar për ta kuptuar se kush e bën për protagonizëm dhe kush jo. Tani unë dua të di se si ka ndryshuar jeta jote që kur u bëre e famshme. E famshme? E famshme e bërë tani. Me thënë drejtën s'më ka ndryshuar jeta fare, përveç se kam dhënë dorëheqje nga puna, asnjë gjë tjetër s'më ka ndryshuar. Po, Edhe po, më ndalojnë njerëzit në rrugë. si ndihesh? Ndjem shumë mirë, po është pak situatë e çuditshme. Nuk po them e sikletshme, se më pëlqen kur njerëzit më afrohen, më flasin, se janë gjithmonë komente pozitive. Madje kur po vija nga këtu më ndaluan 3 persona dhe janë shumë suportues. Edhe madje kjo është një ndër arsyet që të bën të dalësh më shumë dhe të jesh më aktive. Më thej që jeta ime është e njëjtë, vetëm se dash dorëheqjen nga puna. Po. Pse e the dorëheqjen nga puna dhe a të mungon puna? Unë që 18 vjeç që kam punuar çdo ditë. Nuk kam qenë asnjëherë pa punë. Puna që bëja më mungon, se kam bërë një punë shumë të bukur, kam punuar me të rinjt në një organizatë të shoqërisë civile. Më mungon, por duke qenë se jam shumë aktive me protestën, e kam kohën shumë të zënë. Dhe jam e fokusuar vetëm tek protesta dhe kam harruar se qa pune kam bërë, shoqëri, familjare, tjerë, duke qenë se fokusi im më i madh është tek protesta. Pastaj arsyeja pse dash dorëheqjen është e kuptueshme që lidhet me protestën. Çfarë komenti në rrjetet sociale të ka shqetësuar më shumë? Nuk ka komente që më shqetësojnë, nuk më pëlqejnë këto që flasin me fjalë të pista. Kur është një kritikë konstruktive, për mua është e pranueshme, e lexoj, e pranoj, e mendoj. Pastaj këto që shajnë, komentojnë. Janë dhe këta, siç e tham dhe më përpara, që janë mbështetës të pushtetit, që mundohen të ndikojnë me komente, por unë ta dini nuk fshi asnjë koment. I lexoj të gjitha, por nuk fshi asnjë koment. Cila është ajo gjë që njerëzit mendojnë gabim për Arvinën? Për shkak të disa lajmeve që kanë dalë, njerëzit kanë menduar se unë i përkas një force të caktuar politike, por nuk është e vërtetë.
E gjithë kjo është bërë nga një portal, me sa më kanë thënë dhe kam lexuar. Në fillim më bën aktiviste të PS-s, sikur kam qenë pjesë e PS-s, kam marrë pjesë në fushata dhe aktivitetet e tyre. Pastaj më thanë që jam aktiviste e lëvizjes bashk, sikur jam e radikalizuar nga Erlin Qorri, disa lajme që nuk janë fare të vërteta. Lajmi i fundit doli sikur jam e afër mja Andrea Prendit. Nuk kam lidhje fare, e njoh vetëm nga televizori, nuk kam lidhje mas një parti politike. Ky serim besoj ishte shumë i vlefshëm. Po, mendoj që njerëzit duhet ta dinë se nuk më pëlqen kur bëjnë lajme e fake. Pastaj një lajm tjetër që s'm ka pëlqyer fare, që është komplet pa baza dhe pa asnjë lloj vërtetësie, është që jam 5 herë ngelse në fakultetin e drejtësisë, edhe ky është lajm fake, mund ta vërtetojmë, kam mënyra për ta vërtetuar. Një lajm tjetër ishte që kam filluar shkollën në Amerikë, kam ngelur atje dhe kam ardhur ta filloj këtu. Nuk kam qenë asnjëherë në Amerikë, do doja shumë që të shkoja, po nuk ka shkuar. S'kam shkuar. Janë të lezetshme këto aludimet që bëjnë për njerëzit. Po janë të pabaza, se të habitesh edhe ti vetë. Për zotin them nga i nxorën, ku i merrni këto lloj informacionesh? Edhe tani për në fund të bisedës, që unë nuk kënaqesha shumë, do kisha kënaqësinë që të të njihja nga afërt, kam parë vetëm në rrjetet sociale dhe kam thënë bravo për guximin. Faleminderit shumë. Je një heroin, siç e kanë thënë disa të tjerë. Atëherë unë do doja një mesazh nga ty për të gjithë ato që thonë, "Ok, kjo me gjithë këtë aktivizëm nuk do të arri asgjë." Çfarë mesazhi ke ti për të gjithë ata? Po tani unë nuk është se kam ndonjë synim që të arrij të bëhem X gjë në jetën time, edhe po përdor aktivizmin për të arritur diçka në jetë. Aktivizmin po e bëj thjesht se dua ta bëj. Mendoj se duhet t'i shërbejmë Shqipërisë dhe idealeve tona. Mendoj se duhet ta suportojmë të lloj kauze, dhe mesazhi im që të dalin në protest, se mendoj çdo njëri nga ne ka një arsye për të dalë në protest. Nuk besoj që ka njerëz në Shqipëri që e kanë jetën aq të bukur dhe aq perfekte sa mos të kenë motiv për të dalë në protest. Kështu që dilni në protest, bashkohuni me popullin, mbështesni njëri tjetrin, edhe Rama në burg, Berisha në burg. Arvina, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Edhe turoj shumë sukses, jo vetëm në protest, por edhe në rrugën Faleminderit shumë. Tënde, sepse je një vajzë e zgjuar dhe meriton më të mirat, edhe shpresoj që gjithë qëllimet, çdo lodhje, çdo sakrificë të kenë një benefit të mirë në fund dhe të arrijnë qëllimin. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë ftesën, edhe unë u kënaqa shumë me ju dhe ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.